shikues të podcastit Okult, sot jemi në Okult Kulturë, po e prezantoj të ftuarin ton special, është aktori, regjizori i shquar, zoti Mevlan Shanaj, të cilit do t'i bëjmë kur të fillojmë jetë shkrimin për ato piketat kryesore më të rëndësishme të jetës së tij që ne kemi zgjedhur. Përpara se të fillojmë bisedën që shpresoj shumë do të jetë shumë interesante, kërkoj t'ju kujtoj për të bërë atë subscribe kanalin ton, sepse ne përfitojmë dhe ju përfitoni duke marrë atë notification sa herë që ne edhim ndonjë emision. Njëkohësisht ata që se dinë që kanë hyrë për të parë në kanalin ton, duhet dinë që ne kemi dhe një gazetë, një website online, ku sigurisht kemi gjëra të veçanta alla Fredsakos, siç mund të them, ku ju mund të lexoni dhe të mësoni shumë gjëra të reja që ose mund të thelloni ato dijet tuaja. Njëkohësisht falenderojmë sponsorat e emisionit ton, të cilët dalin vazhdimisht në ekran ton, pa të cilët do ishte vështirë ta mbanim këtë emision, këtë podcast, dhe njëkohësisht i njoftoj të gjithë ata që na ndjekin jashtë ose edhe këtu në Shqipëri që duan ta shikojnë emisionin me titra ndonjë lloj gjuhë tjetër ose edhe në gjuhën shqip, ata që nuk e kanë perfeksionuar shumë mirë fëmijët e migrantëve, gjuhën shqip me dëgjuar, mund ta shikojnë me titra në gjuhën shqip, ose kushdo mund ta shikojë me gjuhë tuaj. Tashmë YouTube e ka ofruar këtë mundësi me gjuhën shqipe. Faleminderit YouTube. Po fillojmë direkt emision. Kushdo ndonjë komunikim me ne, mund të na shkruajnë në WhatsApp ke numri i telefonit që vazhdimisht regjia do ta hedhë në ekran ton. Zoti Shanaj, falenderit që pranuat ftesën, ishte një kënaqësi e veçantë që një personalitet si ju erdhët dhe pranuat të bëjmë një bashkëbisedim. Qofse të kujtohet, bashkë kemi qenë edhe një herë tjetër, kemi folur në Bardhazi për Muharrem Feson, Ron Muharremi, kam ndruar jetë. E kisha dhe kolonjar Muharremin nga Starja në mos gaboj. Dhe e kisha takuar dhe një herë tjetër në Detroit, në Teqe, atje në Teqen e Detroitit, se ishte edhe besimtar, vinte atje. Ka qenë edhe i ndjeri tjetër nga Tepelena, skenaristi që ka ndruar jetë dhe i vllai të Mrukës, Petrit Ruka, kini qenë ju, kam qenë unë, ka qenë edhe ky regjizori, thuaj, që pak i shëndosh qeros. Vladimir Prifti? Jo, ka qenë. Mos e vëra mendje tash. S'po kujtohet as. Kemi qenë 4 veta, kemi raportuar pak a shumë të njëjtin mendim për çështjen e filmave, nëse duhet të jepen apo jo, që janë filmat e ideologjizuar, kinostudios shqipërisë. Më fal, një marrëveshje të them Fredi apo Çako. Si të duhet. Jo, zakonisht si të kesh qefti. Jo, më shumë si thon Fredi apo Çako. Fredi. Po Fredi. Mund të ishte nga bisedat e hershme kjo, që kemi bërë për këtë konceptin e ideologjizuar të filmave. S'ka njëri që stotja e koqja shumë e politizuar, e ideologjizuar, po nuk shkuam keq bashkë. Jo, mirë. Po mas një 20 e ca vitesh, 25 vitesh, duhet ca të tjerë në ekstrem. Ne më duket thamë që kush do e shikon, kush nuk do nuk e shikon. Po jo, këtë ide të krijohet kështu grup censure, kështu. Ne kemi bujt nga censura. Edhe të kryojmë ca njerëz tani ti që e burrizoti edhe unë ca të tjerë themi ky bën kësaj. Nuk është me kohë. Sipas mendimit tim. Po, ato ne atje e kaluam mirë se ishin të gjithë burra të qetë. Ato në radh parë duhen parë, mendoj unë, për formën, për ne të dy mund ta shikojmë, por për të tjerë kush do e shikon, kush do jo. Nuk kemi frikë sot se mundet që fëmijët e migrantëve që janë në Amerikë do bëhen komunistë. Po, do t'i ndikojmë me ato. Do bëhen komunistë. E shikojnë thjesht për kënaqësi estetik. Edhe në atë kohë më duket se ata që ishin të mençur nuk ndikoheshin për komunizmin. Po. Do them 2 fjalë për Mevlanin, megjithëse për shumicën e atyre që janë sidomos brezi pjekur, duke dhe kot ky lloj prezantimi, por ka brezat e rinj që kanë nevojë të dinë më shumë për korifejnë e kinematografisë shqiptare, siç është Mevlani. Mevlani ka lindur në 7 shkurt të vitit 45 në Mollakastër, nga viti 69 të shemëruar regjizor në televizionin shqiptar,
Nga viti 1987 deri në vitin 1992 ka qenë drejtori i departamentit të filmit dhe njëkohësisht në vitin 97 dhe në vitin 2001 të njëjtën detyrë apo jo. Në vitin 2001 ka filluar punën e producentit dhe regjisorit me Zigzag Film. Ka interpretuar në filmat i Teti në Bronx, që është një film i paruar, megjithëse s'ka pasur asnjë eksperiencë duke qenë sikur kishte 20 vjet në skenë. Malet me blerim mbuluar, një super film edhe ky, Guximtarët, Rrugicat që kërkonin diell, prap një super film. Jo, këtë luftoj pak se gjëruar në Korç. Po, super film. Shiko, që të mos e ndërpres, ball për ball, rrethim i vogël në vitin 86, Pranvera serdi vetëm në vitin 88, Unë dua erën që është prap një film shumë simpatik në vitin 1991, Viktimat e Tivarit, Lulet kuqe, lulet zeza, Në kërkim të kujt, ka realizuar si regjisor filmat artistik Korrierët në vitin 1976, Plumba Perandorit 1980, I paruari në vitin 1984, Të shoh në sy në vitin 1985, Një telegram dhe një këngë në vitin 1986, Flet të bardha në vitin 1990, Lulet kuqe, lulet zeza, dokumentarët Marie Kraja, Tefta Tashko, Komani një betejë e madhe, Gjumi Gju, Lazgush Poradeci, Berati qyteti I bardh, Zera nga lashësia, 4 mëngjeset, Pandi Raidhi, Bibla dhe Kurani, Një ftesë nga Iliri, Përcjellja, Shkronjat e pavarësisë, Të fala Ndrekluca, Rrugët, Koha e pelikulës, Ricard, gjatë punës në radio-televizionin shqiptar, ka realizuar rreth 30 vepra të zhanreve të ndryshme televizive, si drama në televizion, dhe shumë spektakle. Autor I shumë shkrimeve për televizion, edhe për kinema. Autor I librit Ekrani është vetë ëndra dhe libri tjetër Të fshehta jashtë ekranit. Është producent dhe bashkëskenarist I disa veprave filmike. Të pëlqevi kjo? Jo, më pëlqeu se është puna ime, po kështu shkurtuar. Po s'ka gjë, ne nuk futem ujra, vetëm situam vetëm veprat. Është mëkat të mos I shpresh, se ju keni derdhur aq mund dhe aq sakrifica, e ne të përtojmë t'i themi një sekondë këtu. Faleminderit. Kur the ke I Teti në Bronx, unë e kam thënë dhe diku tjetër, se ne vemi në për kështu studio, isha student. Kur kam vajtur kaj film, ende nuk e kisha marrë diplomë. Më duket se ke mbaruar për mjekësi. Të mesmen. Pastaj ndrova vajta ke shkolla Aleksandra Mojsiu, se ishte I famshëm, kishte dalë Aleksandra Mojsiu si një zmulim. Ki parasysh jemi në kohën që është kjo media, është një radio që ishte e vetmja, si të thuash, informacioni kryesor, që edhe më popullori, dhe të tjerat në një gazet, po të rinj të natë moshë, dhe I lexojnë dhe si lexojnë shumë gazetat, të jemi objektiv. S'kishte televizor, kinemaja ku dilte dish, që ditë në hënë do vije, do të shikoje, dhe u tumbetua shumë Aleksandr Mojsiu, si një çudi, edhe mua nga të mendje, që I ka nga mjekësia, më kishte dalë drejta për mjekësi, por nuk vajta, nuk e fillova, vajta konkurrova në shkollën Aleksandr Mojsiu, dhe kështu e si jeta. E di që keni karakteristikë ti dhe Buja Lakoja që ju shikonja unë të kam para ti, kam qenë I vogël kur bë kjo rrugicat që kërkonin diell me atë karrocën atje kur lëviznin atë rrugicën që të çonë varet e dëshmorëve. Dhe mblidheshim shpesh herë dhe ju shikonim. Ti luaje në një mënyrë shumë të natyrshme, madje ndonjëherë unë çuditesha, thesha sa indiferent është ky, sikur është duke ecur në punën e vet. Këta e kishte Buja Lakoja, e kam para ti ke. Edhe Ricardi dhe Timo, erdhi një gjenerat, vllazë serbo. Ishit shumë të qetë. Erdhi, jemi të një kohë, plus minus. I pari është Ricardi, ai është pionieri I kinemas moderne. Fredi, vjen edhe në atë vend. Ricardi ne kisha shumë mirë. Edhe në atë vend që ishim në më theshte gjithmonë, mos ma shaj Berishën, theshte. Ishte, Ricardi është I pari. Pastaj, mas një 2-3 vjetë shërdon, por ai I pari që solli kineman moderne në këtë që nisët juve.
Kishte edhe diksion shumë të bukur, zërin e kishte. Do, atje ka i filmi parë ke komisari drejtësisht edhe i pashëm, po, ranë dëshmore gocat, të gjitha nga i fotografi të Ricardit, kudo që ishin. Pra erdhi një koncept i ri, erdhi një mendësi e re dhe ishim disa, po thua Ricardi, Bujari, Timu, mund të vinë të tjerë, më vonë Kasero Çavushin, ndryshim qepë. Pra, e solli koha. Edhe në atë kohë, sa do që të thuash kështu shoqëri krejtësisht e izoluar, kuptohet, po prapë lajmet vinë, në një mënyrë ose në tjetër, ishte koha kur ne shkonim te Beatles, të rendin ke Beatles, ke Celentano, që tash s'po bëj kështu. Dhe erdhi kjo në kinema shqiptare. Që është e vërteta, po u shtua dhe prodhimi, filloi gradualisht. Kishte një çik liberalizëm kështu, mund të bisedoni të lirshëm kështu për shembull për muzikën e huaj, për kinematografinë e huaj. Ne njerëzit e artit gjithmonë jemi quajtur liberal. Edhe po të thuash Ishte trik kështu nga ndonjë spionim, nga ndonjë që mund ta pësonit. Kush është ndonjë që e ka pësuar për shembull për këto çështje? Nuk është që e ka pësuar nga shokët, kanë pësuar nga artet, për shembull kishte Ricardi e kishte Delti Kupa, Ngjush Furgjiu, për të cilin unë kam bërë edhe një dokumentar, ai e kishte obsesion, unë ndërprej 7 vjet nga ekrani. Aq obsesion se në dokumentarin tim Fredi, shikoja se e ke Korçar, është aktor i madh. E kam në YouTube. E kam parë. E kam parë. Po diç bëri, se u fiksua që e survejonin dhe vajti i tha në shatose një punojës së sigurimit, edhe shkruante. I tha ti në shatar. Të shkoj i thuaj shokut veçor, Çarsheu ishte ministri më bashkë, nuk doroj do të më fusin brenda. Do më kishte të tilla. Ran depresion. Por depresion bindin. Por të jap një rast, gjiroja me Ricardin flet të bardha në 90-ën. Në 90-ën u çajtë edhe në 90 dhe flinim bashkë në një dhomë. Kisha një mik shumë të mirë, drejtor filmi, Ylli Kokona. Ne nga këto që theti bisedoni me Ricardin. Unë me Ricardin kam fjetur edhe kërrugisën në një dhomë. Miqësi, të flesh në një dhomë me njëri nga 2 muaj, 2 herë, 3 herë, bash, hapesh. Ku diom në flisim, për nuk dilim në rrugë që të flisim. Kuptohet. Ishit naive. Edhe, kur dori në 90-ën, kjo angazhimi jonë, jemi aty në televizion, kështu nga themeluesit e Partisë Demokratike, me sindikatën kështu, dhe erdhi. Ylli Kokona. E theti aty kam qenë si shef redaksion, erdhi aty tha, o shef, më çka ke? Kisha mik, do të kërkoj falje. Po përse? Po ku fliset ti me Ricardin, thosh ata, këta më provokojnë. Se ju e lëshonit gojë. A që kishte frikra, si kishte, ama nuk kemi ndaluar për të thënë gjërat tona jo publikisht, po me njerëz koevident. Edhe ka pak nga ne për shembull artistët kështu që ti di që në atë kohë për interesa ose partia ose për karrierë futeshin. Të numëroj sot që asnjë nga shokët e mi për shembull që nga Viktor Jeka, Korçani shkëlqyer, Anagnosti, Ricardi, Evlani, Timu, Bujari, Lazi Serba, s'kemi qenë në partinë. Bujarin e kam kushuriu. Po Kolanjar, nga Lubonj. Po. Nuk kemi qenë në partinë, ti ke parasysh partia ku ti qenë që emrat publik ti kishte. Shmangësh. Shikonim punën tonë. Por nuk mund t'i bjem qoks. Ja. Është gënjeshtër, edhe në rast, edhe në një tjetër. Sa to ti je nuk e fare i vogël, po krahasuar me mua je shumë më i ri. Njerëzit i binin gjokset që po bënin diçka dhe jo të shpalleshin disident. Në rast të thonë sot, në përvojën time kam nga 65 në këtë fushën. Nuk ka pasur. Ajo që ndodhi me njollat e murme që hyri një Aldo Arasi, Minushiero. Beri fushatën në Hoxha e filloi jo me artin, jo me ekonomin, jo me ata të naftës, se unë si djali patosit, domethënë i naftës atje, futi plot atje, ashtu jo mushmendje, ose futi në ushtri. Ato ishin fushata, ishin për presion, kështu. Po edhe në art, që pësuan, po jo shumë. Këta 2, edhe më duke, edhe ai Gjergo në piktur, po. Domethënë, jo edhe aq shumë nga arti që mund të fusë sa të donte. Vllaja Lekos. Edison që u fut.
Pasaj më vonë edhe Frederik Reqa. Nuk po bëja pe. Yri dhe Max. Edhe Max Melo. Po Maxi kontrapedal ka qenë. Po. Maxi Rebel. Ashtu ka qenë. Maxi ka qenë njëri i lirë. Edhe lëshon të gojnë, edhe tashti, deri sa vdiq. Maxi ashtu ka qenë. Qytetar. Edhe Maxi është nga Korça, nga Polenak. Jo, nga Dardha. Nga Dardha ishte? Nga Dardha. Pse e kisha fiksuar si Polenak. Po mund të ketë në. Po është Dardar. Po është Dardar. Unë një dhe vlezërit, i ka pas elitar, se familje doktorës, edhe vllai doktor, vllai tjetër arkitektësh. Më kish rastisur dhe mua, kam dalë Ishte burri civilizuar. Po. Edhe guximshëm. Po. Maxi edhe guxim. Nuk e frenonte edhe tash. Ka qenë, për mua ka qenë qytetar i lirë. Shkolla e kinematografisë si e vlerëson me Vlande, po ta krahasosh me shkollën sot, për shembull, me aq sa e ndjek ti. Në kohën tonë nuk ishte shkollë për kinematografinë. Ata që erdhën profesorët tanë erdhën nga jashtë shtetit, po është rasti këtu kredi të themi. Jo të them para 90-s e kam. Po para 90-s, se nuk ishte për kinematografinë. Po për çfarë kishte? Për teatr, për regjisor, për teatr. Për teatr, për aktor. Por është rasti të themi që shumë interesante. Këta pedagogët tanë të kinemas dhe të teatrit janë në fund të viteve 50, se në 60 në ndërpremra, 61. Si duhen të jetë të sot? Kjo është një pikë pyetje që unë nuk pasqaroj ato. Sot kemi këto lëvizin, fëmijët tanë shkojnë në Angli, në Amerikë, në Suedi ka qenë imbire, ai ka qenë shumë vite. Po them në përbot, ata që erdhën të gjithë në çdo fushë të artit, po flas për artin, shkëlqyer. Po janë të zotë, Fredi. Kjo piromanin, unë kur iku piromani bëra një kështu, përveç intervistave kështu, po thash një solli barazin artistike botërore. Kam bindje unë për këtë. Si në shkuptim? Barazin artistike ishte i njëjtë, nuk ka rëndësi, është shqiptar, është francez, është angles, është zori piromani. Po. Në kuptime që ishte i zoti, që mund të thënë i vlerësonte nga jo i vlerësonte jo krimtaria e tij. Arturo Ui i piromanit. Më mend. Ta thot një punë me provoj në art, edhe jam edhe pak të ikon, kështu domethënë nuk jam vetëm i ushtrues si profesionit të aktorit, regjisorit, po jam marrë me teorinë, kështu e jap, kam dhënë lendën, jam profesor atje, kam qenë. Ta them me bindje profesionale. Piromani ishte regjisor, ishte nivelit botëror. Në Shqipëri ishte. Pe Korçë ishte. Po, nga Korçë. Por shkëlqeu. Arturo Ui, po them, po i bëj të biografinë. Mund ta shikosh. Edhe një rol që ka luajtur. Po atje, çka kam thënë? E ka qartë. E di çfarë kam thënë aty për të Sali për papën, se kam shkruar për Piron. Personazhi që solli pajtim kombëtar. Shikoj të gjitha luftojnë, le të jenë komunist, le të jenë ballist, le të jenë indiferent, ku ti më çash ngjyra gri. Piromani thon, nuk merrem pse ishte Sali për papa. Shikojnë standardin, nivelin e tij artistik, edhe unë kam shkruar interpretimi i Piromanit se kam pas partner, kam qenë në njëjtin film. Ajo aty është vulkan aty. Ne disi diskutonin atë. Ai dhe Viktori ishin studentë të njohur që në Moskë. Dhe kur ishte pirua, kur mbrojtën diplomën këta Viktori dhe Anagnosi, të dy për kamera, morën Piromanin në një rol të Hemingwayt. Asnjëherë nuk vdes. Një këto, një ka këta, një umet. Morë shkëlqente, që atje. Talenti. Edhe këta shkëlqyen. Morën me këtë film në Poloni dhe me studentat, festival studentë, edhe në Holland, morën çmimin parë, të dy. Ku kanë studuar? Në Moskë. Në Moskë. Të tre këta. Mjallaj Luarasi ka qenë në Ungari, në Budapest, se e takova në vitet 90, kishte vajtur atje me ca që stabilizuar një çik kështu. E takova se origjina e nënës time është nga Luarasi, edhe ne kemi familje të njëjtura. Nga Luarasi dhe një Viktor Stradoberda janë shumë interesante. Ky Stradoberda dhe ky studior. Jashtë, po themi të që e përmendëm të Moskën edhe ky atje, po. Edhe atje Afrikë kemi Stradoberda me Luarasin janë shumë. Stradoberda ishte talent i madh. Shat Stradoberda. Po, ishte talent i madh. Erdhi këtu shumë burr i ditur,
dhe filloi të bëj filma si regjisor, po filma të një realizmi, të neorealizmit, i ndikuar, ishte në mod. Edhe më duket në 56 nuk është ajo historia kështu e Tiranës. Aty tha në një mendim Po Terenzën në Tiranë. po tha në një mendim burri i tij dhe në një nga ata që the ti a kishin a kishe spion, a kishe kështu edhe bën një relacion edhe u dënoi. S'ma do bardha është i pari që është. Nuk u aktivizua më. Po jo më u fut në bukë, më çata aktivizoi, mbaroi jetën e tij. Po kishte qenë partizan. Ai shumë e çuditshme. Më ka ndodhur edhe me Kujtin Spajivoglin. Udhtoja, ishin dënuar, udhtoja nga fjeri në Tiranë me trenën, tha, po me vlan, tha, mua më dënuar, kot, nuk jam komunist. Ishte dënuar ai. Ai ishte i bindur që ishte komunist, edhe kur ishte dënuar. Kështu edhe Stradobert. E mora këtë ngacmim nga Mihali Luarasi. Mihali që i vogël kishte qenë partizan. Partizan ka qenë, si thoshte drejtori, në atë moshë duhet të jenë. Por që kështu shqimtar, Mihali që e intelektual. Krahasuar me këta të tjerë që e intelektual i përgatitur. Po i dha Budapesti qendër e zhvillimit. Nuk po themi Austro-Hungaria, nuk po themi këtë. Po i dha një civilizim tjetër nga këto vendet e lindjes Mihalit dhe Kristallidam. Kanë studiuar në Budapest. Po Kristallidam absolutisht regjisori i përgatitur në fushën tonë. Unë kam quajtur dirigjenti i regjisorës shqiptare. Kështu që edhe Mihali Luarasi, me atë background që kishte, po të nga ishte dhe antar partie, u pikatua për të futur brenda, dhe u thut, me njollat e morme. Në Korçën tënde e kanë vënë ato. Edhe, ndërsa ky ishte oficer, ishte edhe komunist, edhe ky më Minushero. Domethënë, ajo kohë. Minushi ishte Durrësak, mos e. Apo ja. Në Durrës banon dhe po çam. Kështu që çamët nuk dihet se nga po nga çamëria. Po. Edhe e pata fjalën që ishte koha, po u piketove, si ta kishe, siç thonë të moshuarët, domethënë si ta kishe të shkruar. Duheshin ca koka turku, mirë. Po duheshin ca, e ka, mbaroi. Po ti ishte për çdo artist, si kisha artist që nuk e lëshon të gojen, edhe papir, po leku ktheni në i got. Neve bashkë me vlan jemi friendsa në Facebook, jemi miq. Dhe unë të ndjek vazhdimisht, ashtu si dhe ty të shikoj ndonjëherë që më bën ndonjë like, ndonjë gjë kështu kur unë them ndonjë gjë të mençur, se unë them dhe budalla që shumë. Ti ke krijuar një emër, një personalitet të tash je konspiracionist, je ai që je, edhe të pyeta kur hym këtu, ka ndonjë tjetër në Shqipëri? Sikur si që të ketë në kaska. Pra ti u imponove me këtë dëshirën tënde, me personalitetin tënd, edhe sot në Shqipëri është shumë e njohur. Tash komplimenta kur bëra këtu në studio. Më bepasova se nuk është kjo studio që po flasim. Kishe këtu si tashun si kapitalist industrialist. Kishe shndruar goxha punë në aktivitete si botus. Është shtëpia botuse 20 vjeçare. Po shtëpia botuse po e menaxhon e drejton ti. Po që të përgëzoj. Po janë botuar mbi 250 libra cilësor. Pash përkushtimin, pash seriozitetin. Do të jap një libër, mos harrojmë, kur të mbarojmë Dialog në fermë, Machiavelli kundër Montesquieu. Po që se edhe atë në sken me një koleg tjetër. Jo. Ti do ngelesh i pavdekshëm. Arturo Uia do dalë e dyta pas kësaj. Do ta lexoj me kënaqësi për në sken. Jo, nuk them që ta vesh patjetër ti. Jo, kam hejdor. Bëj regjizor. Vendos dy të tjerë. Do të ndihmoj dhe unë për skenarin të shkurtojmë ja 2 pjesë që nuk janë pjesë e shtetit tonë. Nuk e marr për ti do manitesh për me atë libër kur ta lexosh. Dhe do më thuash, më ke bërë nder të paparë që më. Faleminderit. Kush do verë dialog në ferm në Shqipëri që është verë në të gjitha gjuhët e popujve të kulturuar të botës, ka 180 vjet që shkruar ai libër. Po është libër universal. Ai libër është shkruar kundër Napoleonit të Tretë nga Maurice Joly, është një konstitucionalist i madh francez, i cili kur Napoleoni i Tretë më 1850 u kthye nga presidenti i Republikës e bëri prap perandori, edhe buri një nen kur ndryshoi kushtetutën dhe u tha këtyre 3 muaj para, kush kel të nen që flet kundër perandorit, do të dënohet me kaq vite burr. Kini 3 muaj afat, kush dojt largohet nga Franca. Edhe ky u largua dhe bëri një vepër kundër Napoleonit të Tretë, po se ka përmendur asnjëherë fjalën Napoleon.
Domethënë, ajo është një vepër universale e pavdekshme. Domethënë, është mëkat i madh që në Shqip nuk është vendosur ajo vepër. Sepse Dhe është me dy personazhe. Domethënë, bukur, shumë bukur. Faleminderit për sugjerimin. Dëgjoj. The që popujt e kulturuar e kanë vënë në skenë. Po. Ne si shqiptar, përveç gjokset që i bien për tradita, për patriotizëm, dhe që e kemi, popull rezistent, po kemi edhe fatkeqësi, kemi të padita. Ne kemi këto shumë të padita. kemi shumë inteligjencë natyrale, po nuk kemi të kultivuar. Po e di pse. Ti e djali ditë, po historikisht na ka munguar drejtimi administrativ i civilizuar. Kjo është mangësia jonë kryesore. Administrata e civilizuar e orienton një shoqëri. Unë them është dhe kjo që ne jemi një urë midis lindjes dhe perëndimit dhe urrat asnjëherë nuk zhvillohen atje në të dyja krahët e urës lihet, po të shikosh dhe nga Italia, ura që nga, domethënë Brindisi, Bari, këto janë të pazhvilluara. Urat nuk i lën asnjëherë, ose për shembull kur hyn në Maltëzi, e ke parë ose nga Kosova në Serbi. Gjithmonë kur hyn në pjesën e ndërmjetme, lihen rrugët e ngushta, të pazhvilluara, nuk i zhvillojnë aty ku ndahen dy vende. Është e çuditshme. Është arsyetuar, kjo që thoni ju, po unë them një kombi pa civilizuar, pa kulturuar, është i thjesht për të manovruar. Është të manipuluar. I panohesh. Dikon të shpesh tu kanë nevoja janë për ekonomi, cili popull ka probleme ekonomike. 80% e botës është me probleme ekonomike, është e varfër. Por çfarë personalitet? Nuk e shesin botën. Nuk nga të rota. Nuk e kam me asnjë. Çfarë personalitet? Jo, po. Këtu duket, kupton, një popull që shet votën. Sa hapim se unë jam nuk e kam me asnjë. Edhe ti analizoj, nuk do ta politizoj fare. Analizoj edhe atë që manipulon, edhe atë që imponon, edhe atë që nënshtron, edhe atë që vjedh, edhe atë që gënjen. Këta jemi. Po, domethënë që është personalitet, do të thotë ti kesh dije, të kesh kulturë. Po. Të ruash me personalitetin tënd, si individ të familjes. Mund të ti gjermanit ose francezit le të jetë fukara, por nuk i thua dot na lek edhe shite votën kështu. Nuk bën vaki kur, ai se imagjinon dot. As çekut, as polakut. Po popull më të vegjël. Po. Ose suedesit, ose sa janë më të ata norvegjesët, sa janë. Kaq çik më shumë se ne. Ku ti mund sa janë? Jo më janë 5-6 milionë. 5-6 milionë. Po, ne jemi më shumë. Me gjithë Kosovën ne jemi më shumë. Jemi më shumë. Po. Por çfarë kemi bërë ne me gjithë Kosovën? Vetëm jemi pse jemi më të varfërt. Po jemi më të varfërt, po, nga kultura. Po, se kështu ekonomikisht të varfër. Nuk u kuptua të bashkohemi, të zhvillohemi. Po përkundërzi, për mua kanë ndikuar shumë negativisht edhe feja që mbeti rezistoi në këtë pjesë të shoqërisë. Është një fe që lehtësisht njerëzit i nënshtron. Njeriu i kulturuar ditë mbaj qëndrim, ditë ketë besimin personal, po jo të imponueshëm. Po. Druajse kultura, druajse mungesa e kulturës ka këto pasoja që kemi. Qoftë në mentalitet, qoftë në ekonomi. Po. Kur të thash që jemi miq në Facebook, desha të kujtonja një shkrim që kishe bërë ti në Facebook për Buja Lakon. Që quajnë me atë emri që i thrisni tuve, miqtë e ngushtë, Buja. Edhe desha të pyesja për shembull, se ndoshta të ngacmoj ndonjë korre kështu plagë se është e dhimbshme kur ti ikin shokët. Si e ke përjetuar ikjen e Rikardit, të Bujarit? Dhe këta, pse ishin miqtë e mi, se ndër miqtë e mi, këta të dy, Timo Floko, Timon e takoj shpeshherë. Edhe ca të tjerë, kemi qenë do ta ftoj dhe Timon këtu. Kemi qenë të lidhur, jo pse nga një profesion, por kemi qenë të lidhur psikikisht, shpirtërisht, kulturalisht. Bujar Lako, Timo Floko, edhe Rikard Ljarja, për shembull, që kanë qenë më afër meje. Po kam edhe të tjerë. Po me këta Reshat Arbanën, me marrëdhënie të mira, me mosh. Është pak më përpara, edhe Robert, edhe Viktor Zhusi, po tani Viktor Zhusi është rezistent. Po e takoj nga liçeni, po shpërthen.
Po shpërthen ka role shumë të bukur. I pash tash një rol që kishte në këtë 12 burra të Ishte mira të nevrikosur, Tina Tosur, diçka e tillë. Për të filma, Po, i një autori amerikan, ishte shumë i bukur. Tregon ishin të gjitha të mira, regjia mirë, skenari shumë i mirë, aktorët shumë të mirë dhe bindet sepse është pak e vështirë ose është 2 orë brenda një dhome gjithë shfaqja. Ishte punuar me detaj. Nuk e di. Ajo shfaqje unë pastaj kam të pruar. Edhe shkonin shumë njerëz, plot salla, ka kohë. Po, e di se thash, me këtë nivel interpretimi mund ta shfaqesh në çdo kryeqytet të botës. Ishte nivel i lartë. Karakteret, 12 karakteret. Po, është vështirë të gjesh 12 aktorë. Për mua mungonin edhe 1-2 aktor. Ata që ishin shumë mirë, po mungonin edhe 1-2 aktor dhe pastaj ishte absolut, si të thuash, ekipi kombëtar. Mungon të si mbas me. Robert Nernika dhe Tim. Po të ishte edhe këta. Pavën të gjithë kanë shkëlqyer në të tjerët. Ishte një përzgjedhje dhe e punuar me shumë frymësi, me pasion, me karaktere. Do them diçka këtu për Reshatin edhe për Fejnë që thot juve. Ishim një ditë në varimi i Arber Xhaferit. Edhe kemi qenë 4 veta. Unë, Reshati dhe 2 tjerë. Jam personalitetet dhe ata. Po, njëri nga këta është shumë musliman. Për tjeta, mara, për tjeta. Jo, s'ka gjë, po do të tregoj diçka për Reshatin. Edhe qëndrojmë aty ke shtëpia e Reshatit ku është ministri i arsimit ke sheshi aty edhe thot Reshati do t'ju jap një kafe thot se më respektuat gjithë rrugës ande poshtë e përpjet kështu. E ulëm aty. Mi po ishte kur ka vdekur Arber Xhaferi ka qenë ditë Bajrami. Zhvarrosur, jo kur ka vdekur, kur është zhvarrosur. Ne u barros atje në drek dhe erdhëm mbas dite ka qenë qershora, korrik kështu edhe ishte ditë e gjatë. Edhe ulëm aty në edhe Reshati, në këtë kohë filloi po këndonte Hoxha, se isha xhamia aty, ke rrugë Kavajës. Edhe filloi po këndonte Hoxha. Edhe i thot ky Reshati tash i këtij miku ton që është musliman. I thot, ore të pyes, i thot. Si është kjo punë me namazi? Kësaj që këndon Hoxha në minare, thot 5 hera, s'ku di sa është. Edhe në ditë. Edhe i thot, mund të më thuash se ti e i lëqitur në këto punët e islamit, thot, si është vendosur kjo, thot. E i thot ky miku ton, dëgjoj, thot, i doli njerëz, ndoshta se shpreh mirun ata, se mos na dëgjojnë muslimanët edhe thon se thot ky gabim, ndoshta e them dhe gabim, po për afërsisht i thot ai, thot, i doli angjëlli, thot, Gjibrili, thot, dhe i tha, Muhammed tha, ju duhet faleni, mos gabojt 40 herë në ditë, 50 herë, nuk e mbaj mend. E i thot Muhammed i tha, edhe Reshati, qarë i tha Reshati? Edhe i thot ky, tha Muhammed i thot, profeti Muhammed i thot, është shumë, thoj Allah, tha, 40 herë i bie vetëm me u falë, mos punojmë fare, tha, të rim gjithë ditën duke u falë. Mirë, po se thani shkretin. Dhe Reshati tash, më talum shumë Muhammed, kur i tha ky kështu. Mi po unë i kisha këtu atë kështu. Unë po e dëgjonja, po ky çka ka thash, unë s'është as muslimane. Edhe i thot po sa herë munden ju Muhammed të faleni në ditë? E i thot ky thot po 5 herë thot. Mirë, 5 herë. Po pse Muhammed e pas ke dhi këtu? Unë e dëgjoj tash edhe i them unë. Po ti qa ke, thash unë, 5 herë, 50 herë, 100 herë, ti si e muslimani, thash unë, ritualist, ti nuk falesh. E mu këthy e mua. O, Alfred, tha me atë zërin e ti, dhe ato flokët, duke i vizur shumë emocionuar. A e ti ku e kam shpinu, unë mos të keshëm vlaj, tha. Ku e ke? Mu në kembe xhamis, tha. Me erdhi nipi dhe mbesa, tha, dhe kur filloj ky në orën 5 të mëngjesit, tha, duke kënduar. Qoni poshtë divanit, koca poshtë krevatit, ande poshtë tavolinës, sa u të meruan, më dha mua, tha, që është kjo më 5 të mëngjesit, tha, tu lë ras ky. E kam fiksu këtë si histori e tregova, do më dhe në lidhje me... Jo, njerëzit janë të ndryshëm. Unë nuk njoh nga komuniteti jonë në një ushtrus i njerës apo tjetës. Por varet edhe nga familja.
Për shembull, Ricardi ishte një djalë i ditur, i civilizuar, lexonte, ka shkruar 6 romane. Lirë. Si katolik, ti e di ata kanë ushtrimin e rrëfimit. Ai nuk e tregonte këtë, por i ndërtuar që i përmbajtur. Dhe unë them indirekt, feja e ka ndërhyrë, pavarësisht se jati Baba Carlo kështu i studiuar në Austri. Katolikët kanë dhënë kontribut të madh në kinematografi, sidomos në teatr, në teatrin shqiptar. Në kinematografin Dreka, Ricardi, Rostër Filipi, Rozana Agnosti, kanë qenë ky Pietri si e ka ky. Ishte Shkodra. Po Shkodra. Po Shkodra në katolicizmi qytetar. Shkodra është në vitet 20 fillon teatri Bogdanit atje dhe japin ata edhe me ato orkestrë frymore dhe japin një kontribut për kulturën. Po shkëlqeva dhe Korça jote. Po dhe Korça sigurisht. Në teatr ajo është ndër vitet 20-30 me Trajqen edhe me Vanjo Grabockën që janë themelusit me këta vëllezërit. Riza. Jo, vëllezërit Piktoris. Mia. Vëllezërit Sokrati. Sokrati ishte regjisor. Vanjushi Piktor. Janë që i promovojnë kulturën shqiptare. Dhe pasaj kur erdhi Piromani e çoi teatrin e Korçës. Shi një grupi madh aktorësh të Kosovës. E ngriti, i dha emër të madh. Regjisori i shquar Piromani, por e shumësoi dhe i bëri të famshëm Viktor Gjika. Viktor Gjika çdo film që bënte dokumente aktorët e Korçës. Dhe sot janë të imponueshëm, pavarësisht se si është aktiviteti aktual, mund të jetë mirë, mund të jetë kështu, si çdo gjë sot ka rënë. Sot ka gjëra që janë gjysmë të vdekur, Vlora për shembull, gjysmë e vdekur. Kishte teatr ose Gjirokastra ose Fieri, po thuaj se ndoshta dhe ka vdekur. Sot kanë ndodhur gjëra të çuditshme në këtë liri, demokraci të abuzuar, dhe jo të çrëzuar, dhe jo për të përfituar, por për ta abuzuar. Më së shumti, unë të them, kthehem përsëri, administrata e deformoi konceptin e lirisë në Shqipëri. Lirinë shumë të kërkuar. Ishte një vend që i dhunuar, që i shtypur. Se gjithë lindjen që një filozofi, por Shqipëria si e vogël, filozofia është e njëjtë. Si në Rusi, si në Shqipëri, por Shqipëria në mbyt ajo. Dhe kur erdhi në 90-ën këtu ka pas një shpërthim. Po administrata historikisht nga 90-ët deri tani nuk ka bërë kujdes për të promovuar kulturën. Nuk flas për fushën time. Nuk ka dhe shpenzime nga qeveria, nga buxheti. Shpenzimet janë pse? Po pse kanë të tjerët? E diti për kineman, atë që njoh fusha ime, Maqedonia dhe Kosova e kanë 2-3 herë më shumë buxhetin. Po është turpi i madh Shqipëria të investoj dhe kur e kisha traditën e shkëlqyer, kishe në kino studio e gjithë infrastruktura e krijuar. Unë në filmin Lule të Kuqe, Lule të Zeza, ato pak para që morën nga qendra kombëtare dhe nga televizioni, vajta i harxova në Bullgari, se këtu nuk funksiononte asgjë. Përse Bullgari ta mbaj. Paketë ngrehinën. Jo vetëm unë, por kishte edhe serbat që punonin. Kishte dhe disa italianë që kishin marrë studiot në Sofia, kishin marrë studiot me qira. Dhe kur po bëja post-produksion, erdhën një 2 amerikanë, dhe njëri nga ata qëndroi, ishte muzika e Kujtim Larës. Lule të Kuqe, Lule Zeza është muzika e fundit e tij. Qëndroi edhe sa që ka Shqipëria në nivel të tillë. Po ata kishin ardhur për kontratë që të punonin. Pra, ne kishim të shtukëm. Tukëm o Fredi. Po fatkeqësi shumë e madhe. Dhe ky kryeministri që është tash vjen nga fusha e artit dhe kulturës, ka qenë piktor. Jashtë këtyre kamerave të tua, do të them për historinë e kryeministrave të Shqipërisë mbas 90-s. Njëri erdhi nga mjekësia, tjetri erdhi nga kultura, u bë ministri i kulturës, ky erdhi nga artet. E lëm këtë. Po, dakord. Jo, nuk e kam për politizim kështu, po është lidhur direkt me këtë. Ky duhet të ishte njeriu më promovues i artit dhe i kulturës. E di sa nevojë ka atje ajo për të mbajtur gjallë zjarrin. Ty se po flas kështu. Ty
pallate 2 kullat mëdhaja sa që japin për korrupsion, po t'i japin, t'i kaloj atje, t'i thot, do t'ju jap kullat, kaloj këto paret e mirë njohes, kaloj atje ke kultura, unë po të them që kultura shqiptare do bin namin. Do më thënë, Më kujtove diçka, shumë e saktë kjo. Një nga këto vendet baltikse, nuk e di, Estonia, Litania, nuk ka rëndësi, në parlament propozoi 2 vjet helmin kulturës. Si i thanë ata, cigaret, alkoolin, të doganës, akcizën, paret e doganës, akcizën, kështu që. po akcizën, paret që do vinë nga dogana, kalohen e kulturës. Po. Një propozim shumë i thjeshtë, edhe kjo që thatë ju. Po duhet të ekzistojë mendësia dhe dëshira. E di sa është buxheti tash? Buxheti është 8 miliard dollar, me gjithë borxhin që merret një 300-400 milion, 500 milion, 7 miliard dhe gjysmë. 8 miliard dollar. Mos japësh një 50 milion dollar për kulturën. Çfarë janë 50 milion dollar në gjithë të buxhet? Më kupton, po e kupton ti çfarë bëhet me 50 milion dollar atje apo jo? Mund të bëhen, nuk e di, se ti di më mirë këto shpenzimet sa bëhen, mund të bëhen 10-15 filma në vit, kupton? Shumë cilësor. Domethënë është mëkat i madh, domethënë sepse nëpërmjet kulturës ti prezanton kombin tënd në botë. Aty të shikojnë çfarë lloj kombi, çfarë lloj ADN ke. Përgjithsisht e di çfarë më ka bërë përshtypje mua me vlan kështu në këto që ke erdhur, ke bërë një shkrim aty në Facebook për këtë Stefan, Mjal Stefan, regjisorin e roleve të dyta. Edhe kur e kam parë vërtet një burr i ngrohtë, po ti e ke përshkruar atë në mënyrë të përsosur. Kam 50 figura të ky libri të fshehtë jashtë ekranit, jap nga një impresion. Xhami Hali, Mjal Stefan, kishte rolin tek filmi Tetin Bronz, se unë aty të kaj film. Nga student... Janë prindrit e tu atje, ata më duket. Nga student vajta me Sandra Prosin, me Pandi Rajidin, me Piromanin, me Mjal Stefan, Beset Nelku, po një shuqim, të madhen, vajta ke ajka e aktrimit. Dhe Xhami Hali një përgjegjësi të madhe. Po si emocion, po krijon e ka përce, në film ka përce këto. Edhe Xhami Hali kishte rolin e babait. Atë kam treguar. Prandaj kam bërë përshtypje. Po burri mirë. Unë e kisha parë tek Hamleti Varrëmisin, një rol. Pastaj kishte bërë edhe tek ai komisari Dritës. Domethënë njihesh si aktor i roleve të vogla, por që shkëlqente. Edhe kur vajta në televizion, si nga dëshirat e para tash për të bërë portrete, kam bërë shumë portrete e artistësh shumë. Është si hobi im i lexove atë. Po. Tash të bëj një për Xhami Halin. U interesova. Ku e ka, se ka shtëpinë nga varri. Çfarë vite ishte? Kjo mund të jetë 72. 72. Nga varri Bamit, më thonë. Vetë aty ke varri Bamit në atë kohë sot. Po. Varri Bamit. Fundi i botës. Në fund të botës, po një kështu. Një palër shtëpi e varfër. Kur hyj brenda, tavanët ishin me karton, tavani i shtëpisë. Një krevat atje, pamje e të mërshme e dhimbshme. Lexonte Biblën në matën në një stek. S'kish krijuar familje. Nuk e pyeta. Dhe se bëra do dokumentarin. U trishtova. E pash në atë gjendje. Edhe kështu, po, aktori madh, dhe ajo ndjenja si më lindi nga çmimi. Ai më tha, aty ke filmi, meri këto të ke që babai. Unë që se kisha dëgjuar këtë fjalë në njerë, kisha mbetur, të ke që babai. Ajo si të thuash, ka njeriu në jetë shumë penje. Edhe doja të bëja për këtë baban artistik, dhe se bëra do dokumentarin, sepse autocenzura ka qenë më e fortë se cenzura. Autocenzura më e fortë. Frika nga të. E ndaloja vetë, e dieti se çfarë donin, e hiqje. Çfarë prit aty. Pse ashtu ishte sistemi. Kaluan vitet, edhe e hodha atë që këtë emocion. Dhe thash, po pse më nuk e xhiro? Mos e çfaqe. Ta xhiroj edhe ta kisha sot. Një vlerë të madhe. Mjal Stefan, vlerë kombëtare.
Po janë ca aktorë të tillë të vegjël që bëjnë gjëra shumë të mëdha si Pandiraidi, po nëse po flas se edhe Mihali nga Koça kishte ardhur. Nga Voskopoja, Stefan Voskopoja. Nuk jam i sakt, po këta aktorët e vegjël që krijojnë kështu edhe bëjnë gol. Gjithmonë vepra artistike është si orkestra. Orkestra nuk tingëllon vetëm me një instrument, me violinë, Harmonizohen gjithë. harmonizohen ose me piano. Është kompleksi. Edhe kinemaja. Kinemaja, përse vjen kinemaja, është arti më popullor. Ti thuaj ti e një burr që lexon. Po sa jeni ju që lexoni? Jeni 100.000. 100.000 shumë në Shqipëri, po themi 100.000. Ndërsa kinemaja është tër populli, fëmijë të mëdhenj, është arti i përsierë, ku janë të gjitha artet e tjera, dhe është arti më popullor. Është punë e futbollit. Është shumë popullore kinemaja. Por në kinema ka shumë histori. Ti do bën historinë ose të shkuarën, ose po themi të luftës që shumë të pruan në Shqipëri, ose të kohës së sotme. Dhe njerëzit kanë kureshtje, nostalgji, dëshirë të dinë se cilët janë. Kush ishte gjyshi, kush ishte babai. Aty e dëgjojnë fjalët, dëgjojnë, po themi, doket, zakonet. Prandaj kinemaja është kaq popullore. Dhe nuk është vetëm Shqipëria. Kinemaja është kudo. Se është arti më i thjeshtë. Shikoni Është vizual. Po vizual edhe më i thjeshtë për të perceptuar, sepse leximi do vullnet, të kulturë. Piktura shumë e vështirë. Shkoti, po s'ke i edukuar, shikon si lulka ato dhe del për jashtë. Muzika të emocionon, po të emocionon aty për aty pa harrohet. Ndërsa kinemaja është vizion, është ngulitje. Ngelet në tru. Ngulitje dhe edukim. Kinemaja të edukon. Të edukon për traditën e shoqërisë, për kulturën, për historinë, për historinë. Ti në shumica e historisë nuk ka në Shqipëri. Absolutisht. Tash ti themi gjërat siç janë, se e vërteta duhet të thënë. Nuk ka në Shqipëri në një fushë tjetër, pavarësisht se ka qenë e programuar, e planifikuar, që të jetë kaq popullore dhe kaq e mbetur, kaq rezistente si kinemaja. Ke historinë e interpretojnë si duan ata që vinë dhe ikin. Ke librin artistik, ti pëlqen, po themi Ismailin, ai tjetër pëlqen X-in, Y-in, por është me pakicë, kinemaja është në shumicë është kultura, baza e kulturës. Çfarë shkruajnë në Akademinë e Shkencave, pak njerëz e dinë. Kinemaja përbën, prandaj nuk duhet braktisur, por duhet stimuluar, mbrojtur dhe drejtuar me çuri, sepse kinemaja krijon bazamentin e kulturës shpirtërore të një kombi. Në Korçë unë mbaj mend kur kam qenë i ri, këtë filmin që keni qenë ju Rrugicat që kërkonin diell, që e citova edhe më përpara. Mbaj mend që ndiqnim, ne ishim të rinj atëherë, ndiqnim këtë filmi General Gramafoni, që e mbaj mend që është zhjiruar aty në Filmi i madh. Po, filmi i madh. Në kjo Elbasani, kjo Bujtina aty. Po. Aty mbaj mend kur një rast kur e kemi ndjekur ka qenë Robert Ndrenika aty kur Kemë Sentoria kur sot aty aty në film në atë pjesën kështu. Skenari Natash. Skenari Natash në Sentoria. Apo ka pasur dhe një muzikë të bukur, Aleksandr Lalo e kam duket atë? Jo. Limos Sesare. Kujtim Laro dhe Limos Sesare janë figurat të mëdha të ekranit shqiptar për muzikën. Edhe Lalo, kam punuar me Lalo, ke filmi Dëshon në sy e ka, edhe ajo shumë e njohur, shumë komunikon shumë, Dëshon në sy. Po, cilat janë disa momente kështu me filmat, për shembull që i vlerëson ti si piketa kështu, si gur kilometrik që kam bërë në një hop cilësor në kinematografi, qoftë nga ana teknologjike, qoftë nga mënyra e realizimit, qoftë nga fryma e re që solli brezi i ri aktorëve, për shembull, shikon disa piketa kështu që mund t'i ndash, për shembull. Janë dëgjoj, varet. Ajo njeritetin bronz ka bërë, do me thënë, nuk diskutohet. Filmi, në logjikën time, jemi të ndryshëm, por që unë argumentoj që filmi më i arritur i ekranit, është gjykimi im, po duke argumentuar, është Rrugë të Bardha. I Viktor Gjikës me skenar të Bath Koreshit me muzikë të Limos Sesari.
Përse është Rrugë të Bardha? Është filmi që në tërë dramaturgjinë tonë në konfliktin e kemi të dukshëm. Është me armikun, është turku, është gjermani, është italiani, është fashisti, është spioni, është ai që kërkonte CIA, FBI, do me thënë, e kemi armikun e dukshëm, ose këtu në Shqipëri sabotatori. Po thuaj se në gjithë filmat tanë ke ndonjë histori të tillë. Po. Te ky film s'ke asnjë drejtor, asnjë sekretar partie. Ke njeriu, nga ishte, që sakrifikohet të lidh njerëzit. Që njerëzit Ricardi, Deda, që jep jetën e tij për të lidhur këta njerëzit që të tregojnë hallet e tyre dashurie. Është film shumë i thjeshtë në dramaturgji. Shumë i thjeshtë. Është edhe biblik. Sakrifica e njeriu. Bile ja thash atëherë Viktor Ligës. Lënë shtyllë thash, si Krishtin. Që u kaptha, është shumë e kapshme. Kaloj, nuk e pengoj njeri. Pra, një film i thjesht për një struktura, për njeriun, me njerëz të thjeshtë, për njeriun me njeriun. Dhe i luajtur në provincë, domethënë ngjarjet zhvilloheshin në provincë. Dhe i luajtur bukur. Dhe Ricardi shkëlqen. Po shkëlqen gjithaj grupi i tij. Pra, kjo ishte një dramaturgji shumë njerëzore që ka komunikuar. Pastaj filmat të tjerë kanë arritje. Nuk është që s'kemi arritje në kinema. Po ashtu sikurse kemi edhe filma që të po ti ishte thua, po pse e ka bërë? Kjo duket që është propagandë, është të dukshme. Por në logjikën time i talentuari nuk ka bon të deri në atë pikë. Janë mediokrt. Ata që kanë bërë filma mediokr. Që të vanë bie në sy kështu. Po s'pende do të Ismail Kadarea, tash sa do të duan të akusojnë vjen e këtij. Prapë ishte Ismail Kadarea. Kur e kam lexuar unë isha i ri, tha, përse mendoj këto male. Po kjo më çfarë thot përse mendoj këto male? Se duket si çudi. Se ti jam mësuar unë ngrit vajta shpejt atje në punë dhe fitova ti i unë erdha. Që mësuar me fjalor tjetër. Kështu edhe në gjykimin tim, regjisorët e shquar si Kika, Anagnosti. Nuk di që të kenë. Ky filmi në vapor që luan Ricardi, po, dueli eshtur. Po. Ky si të duket kështu se edhe ky bëri buj dhe është filmi që duhet të flasim me psikologjinë e kohës. Ajo histori ka një gjë të vërtetë. Po, ka qenë një ngjarje. Po ka qenë një ngjarje e vërtetë. Realizimi është i shkëlqyer. Po, tani ti do të mbash qendrim për diktaturën e proletariatit. Jo, mbaj qendrim, je i lirë, po vlerat artistike do t'i thuash. Për ata po flasim. Atje ai Ricardi, ai Ndrek Luca, po ata shkëlqejnë, mora. Çfarë do thuash? Bujar Kapexhiu. Po shkëlqejnë edhe Reshat Arban. Është asambli që shkëlqen. Është super film. Do të thënë Anagnosia në një anije varet. Është film psikologjik dhe fillon e tjerë e ndërton dramaturgjikisht. U themi talentuarin gjithmonë bën gjëra të mira. Po sot me vlan si të duket, domethënë ka përpjekje për të nxjerrë regjisor të mirë, për të nxjerrë aktor në shkollë dhe shikon kështu talente. Unë këto filmat e rinj që janë bërë tash këto 10 vjet, 15 vjet të fundit, si vlerëson dhe pse nuk kanë atë famën e filmave të kohës tuaj? Është shkëputur, është një tjetër edukat, është shkëput marrëdhënia e publikut me kineman. E para. Nuk ekziston ajo dëshira e edukimi për të ndjekur në kinema. Kinemat janë për kështu me filma. Mos ndikon dhe hapja që shikojnë shumë filmat Netflixit e kështu dhe ju duken edhe ndikon, por publiku i civilizuar, i kulturuar krijon sketën e tij edhe për libra, edhe libra ka gjithfarë librash, po ti ditë çfarë të zgjedhësh. Mendoj se kinemaja e humbi autoritetin me filmat, gjithfarë filmash abuzues për të tërhequr, për të majtur kineman. E ditin në Korçë, unë kinema. Korçë është Korçë. Kinema Morava. Po është Korçë në traditën e saj, është nga vendet e para që hapi Shkodra dhe Korça, hapën kineman. Kur u hap kinemaja në botë, kur doli pas sa kohësh mbajmentu kur prisnin bileta. Po pse s'ka tani kinema? Hapën që e ndërtuan dhe ikën sepse duan të luajnë kështu gjoze gjëra kështu abuzive, jo me sekse, budallike, dhe iku autoriteti. Ka ik autoriteti i kinemas në Shqipëri. E para.
E dyta, ky autoritet iku sepse nuk u mbrojt nga administrata. Administrata, folëm bashkë ky shërbim, i jep drejtimin një shoqërie. Ka orientime, po e lanë, punë e madhe le të bëjnë, dhe ka humbur autoriteti. Nësa për shkollën, edhe unë kam dhe mësim deri vonë aty, kam përshtypje se duhet ujt, duhet i japësh prodhim atij studentët që del, që të bëj filmin. Nga mësuan këta të tjerë, mirë ata erdhën nga jashtë, po këta të tjerë, po themi, gjithë regjizorët e tjerë, të moshës time. Ku e mësuan? Mësuan në kinostudio. Mësuan që të ushtrojnë Sajmir Kumara, është shoku im i kursit, po ka bërë filma shumë të bukur, shumë të mirë. Me Sajmirin kemi qenë atje që s'po më kujtohesh emrin. Sajmiri, Ricardi, po themi, ose të tjerë, Kristaq Mitroje, këta ku e ushtruan profesionin. Hyn në det dhe mësuan notit, po. Nuk ka prodhim. Sot, në gjeneratat e tanishme, përjashtim mund të bëjë si regjisor, Joni Shanaj. Ka bërë një 2 filma, por duket niveli i tij, por që s'bën shumë, nuk e di, nga këta të rinjtë të tjerë, Bujara Limani. Është regjisor. Pastaj të tjerat nuk dua t'i fyej, por nuk ja u mbaj mend prodhimet. Këto filma që bëjnë shumë me pompozitet kështu, jo në Pallatin e Kongreseve, jo kështu e shurma në media, janë filmat të sponsorizuar nga mediat përkatëse, por nuk janë vlerë artistike, janë interesa marketingu. Se nuk mbajnë të kështu, se Arroan. por se mediat elektronike nuk morin një drejtim të civilizuar, morin një drejtim spekulativ, abuzus. Ajo për ta tërhequr publikun bën edhe gjëra për mua. Kjo është shumë të mençura, por abuzuese bile ndonjëherë edhe denigruese të moralit. Shoqëria ka moral. Aty duket si gjëja më e thjeshtë që të thuan gjëra të lehta vetëm që të thithin publik. Kështu që edhe kinemaja është art elitar. Unë thash se është më popullori, po është elitar në mendim. Në rast se ti nuk arrin që të bësh gjëra të mençura, publiku i mençur të kthen krah. Unë shikoj që në Ballkan kinematografia turke ka ecur shumë përpara, domethënë ka një prodhimtari shumë të madhe filmash, ka realizuar në fakt filma që shiten shumë, ja u blen. Unë kam parë në Greqi kur kam mbajtur, gjithë ditën jepnin këto filma turk. Sulemani Madhërishëm. Hyri si marketing. Po kanë dhe aktorë të mirë, ju si mendoni? Hyri si marketing nuk e njoh. Ata pak kështu cilësor që njoh nga Turqia, qoftë në kineman serioze apo edhe në prozën, se ke edhe fitues të çmimeve në prozë, si Orhan Pamuk shumë. Po. Shkon me mas Turqia. Po. Ne në konotacionit tonë e këtu, nga të qetë kemi parë në traditën tonë flasim, nxitohemi. Si ka mundësi një zhvillim kaq i madh dhe investim kaq i madh? E kuptuan ata që po themi. Ata po bëjnë filma gati si Hollywoodi me Amerika gjithë jetës në vend të parë ka pushuar botën, e ka pushuar me kineman. Parat që të vinë nga filmat. Shqipëri, përveç kinemas, çfarë keti nga Amerika? Dhe në vitet 90. Po me dhe tash. Nga Amerika çfarë keti? Po hiç këtu s'ka investime fare? Jo, nga Amerika ke vetëm kineman. Po. Domethënë turqit në një farë mënyre thanë ore para del nga filmi. Dhe e kuptuan që të i besojnë edhe në filmat e tyre serial kanë shkuar çfaqen deri në Australi për. Po, turqit. Në Argjentinë, në Brazil. Pra më thënë, e kuptuan që filmi është para. Unë kështu mendoj. Bën një lloj ekonomie të revolucionarizuar në mendësi. Është një film jo me shumë shpenzime, nuk e njoh. Di informacion i përgjithshëm. Është një film që quhet në shqipe kanë përkthyer kryeqyteti Sultan Abdylamiti, është jeta e Sultan Abdylamitit. Po është një film i shkruar me një skenar me bisturi në dorë. E ka shkruar ai, nuk ka fshehur asnjë gjë çka ka ndodhur në historinë e Turqisë që dale mos prishemi me këta, mos prishemi me ata. Dhe nuk është bërë ndonjë investim shumë i madh. Filmi luhet vetëm në një rrugë aty dhe në një pallat në Sarajin e Sultanit. Edhe ka ca skena ndonjëherë jashtë këtyre të dyave
edhe tërë personazhet edhe një kafe aty në atë rrugën, edhe ajo rruga gjithmonë me një karrocë aty, sa personazhe që Është dramaturgjia që e mban filmin, nuk janë këto investimet e tjera. ngjarjet që ka ajo brenda. Se kam këtë informacion, për dramaturgjia. Unë që ju më thatë që lexoj konspiracion dhe lexoj shumë, nuk i dinja aq me hollësi gjëra siç i kanë treguar ata, ai që ka shkruar skenarin e atij filmi, të jep një informacion të papar që pse u prish perandoria osmane. Fredi, ata që e kanë fituar të emër, nuk e kanë fituar se është propaganduar nga Erdogani. Është publik, publiku e thith, nuk ka nevojë të bësh ti agitacione për televizion kur vjen puna për artin. Dhe për të mësuar tash të gjithë popujt të ndryshëm se çka ka ndodhur në atë kohë, se ajo nuk jep vetëm çka ka ndodhur, është gjithë skena evropiane para luftës parë botërore. Nga viti 1900 dhe në vitin 1915, 1916, që ndodhte në Austri, çfarë intriga bëheshin për të përmbysur njëri tjetrin. Po është edhe në mënyrë të përsosur ka personazhe Rothschildët që vinin takonin sultani. Superfuqit mbetën superfuqi. Superfuqit mbetën superfuqi. Nuk është rasit ajo që edhe në këto problemet e vështira ekonomike të luftës, edhe Amerika dalë prit do të konsultohet me Turqinë. Ka traditën. Po, kom perandorak 500 ka traditën. Edhe Rusia e ka traditën tash. Pojti se do komunist. Po traditën e ka. Nuk vdes atje kinemaja në Rusi. Nuk vdes. Po investojnë edhe popull me kulturë të madhe në letërsi, në edhe Italia pati tronditje, erdhi Italia me neorealizmin edhe shkëlqeu. Disa vite pati një tronditje, tani po e merr vetëm përsëri. Pse? Se është traditë. Ndodhi një herë isha me një drejtori i kulturës në Institutit Polak, dikont në Europë. Edhe fliste pa të keq, çfarë i donte qefi për vendin e tij, e kritikonte presidentin, e kritikonte. Po mendoja, se ne me të huajt, në përgjithësi, lërë këto formacionet politike, kështu, ne me të huajt shesim mend se shqiptar, Shqipëri. Përgjithësisht. Ose unë si duket jam në këtë pjesën që shes mend. Duke thënë kemi këto. Pastaj unë dava nga ai edhe po mendoja. Tash nuk e bëj dot këtë që bën ky. Që mban qëndrim kritik ndaj, ai ishte shkrimtar dhe skenaristi i Vajtës, ishte burri i ditur. I thash shpjegim, sepse ky djali bisedonte me mua kështu, është nga Chopini. Chopini në bazë. Ka Marie Curie në bazë. Pra, në bazën e edukimit, të qytetërimit, dhe ti të evidentoj mangësit ose vlerat e vendit ti. U kujtova në traditën time, vetëm mund të thosha që Skënderbeu, kaq mbrojtje kryqëzimi, kaq i vrau, kaq në kulturë. Nuk e kem. Së më dëgjojnë mua tash këta dëgjuesit e tua do thonë që më vlani pse nuk e kemi, ta përsëris. Nuk e ke në kulturë. Nuk e ke traditën. Kërkoj falje. Ti ke madhështinë e ruajtjes së gjuhës. Po. Madhështi. Një kom kaq i vogël. Kaq me kaq shumë pushtime, me pushtime, po pa organizuar, pa administratën, në përmale, me dhimbet, Po pikërisht se kemi dendur në përmale, prandaj kemi ruajtur. Jo, po e ruajtur. Është pasuria është e madhe. Është pasuria e madhe. Është vitalitet. Këtu do të thosh, ja, çfarë tregon? Do të tregon kulturë. Shiko, do të them diçka. Ka një mister të madh në gjuhën shqipe, që unë jap një shpjegim me analizën që i bëjnë me mendjen time. Naimi thotë që kopi ynë, thotë në pletorja e Bektashimve, është para honor, thotë. Do më thënë, para se të vjeshe hena. Dhe ka shumë popull që ka shumë informacione që hena e vjetër ka rend. Ti je dakord që Naimi është numër 1 në Shqipëri. Po. Nuk ke në njësi se do konspiracionist që t'jesh. Naimi ishte edhe antar i grupeve mistike që zotëronin kulturën e fshet nga vjen bota, çfarë historie ka. Njeshi, absolut. Ato që stucuen njerëzve, po. Dhe po ti shikosh librat e tij, janë libra ezoterik, shumica, po ti shikosh në përvargje.
Dhe unë mendoj që raca shqiptare, thot edhe një autore shumë e shuar në botë, Elena Blavatsky, ja kam botuar unë librat, ajo thot, ka pasur, thot, ne jemi gjenerata e 5, thot, ka pasur 5 gjenerata. Gjenerata e parë, thot, nuk ka qenë materializuar, ka qenë mendje. Gjenerata e dytë ka filluar është materializuar, gjenerata e tretë kanë qenë Porboranët, që i përmend dhe Omeri. Gjenerata e parë ka qenë mendje? Po, vetëm mendje, e pa materializuar. Ashtu, Po. Dhe pasaj u materializua e dyta, e treta, e katra, e pesta, dhe thotë që janë vetëm 6 popull, thotë, që kanë mbetur nga gjenerata e 4 në gjeneratën e 5. Dhe një për këtyre 5-6 kombeve, gjuhëve që kanë ngelur, është dhe Shqipja. Një tjetër u zhduk, thotë, se ishin Fenikasit që u mundur nga Roma, thotë, që ishin semitët para këtyre semitëve arabë, që janë tashi, kanë qenë Fenikasit që u zhdukën, që kishin Kartagjenën, qytetërimet e lashta, ishin popull detar, që i mundi Aleksandri Maqedonisë, pasaj Roma, 200 vjet më vonë. Aleksandri legendarti, apo e diskuton, si që diskuton historia? Jo, prit për gjuhën po flas. Tashi po them një gjë. Kur barbarët e veriut, gotët, sulmuan perandorin romake dhe futën botën në errësirën e Mesjetës, duke rrëzuar perandorin romake, një nga gjërat që kërkon ky perandori vajti dera afër Romës dhe i doli papa, një nga këto qytetet e Italisë, po më kujtohet emri. Dhe i tha, do të japim, grua i tha një nga këto çupat e këtyre fisnikëve tanë, do të japim kaqar, do të japim kaq kështu, dhe i tha, të lutem mos e pushto Romën. Dhe i pranoi, tha, kam vetëm një kërkesë. Tepër, i tha nga këto. Qarë, nuk dua, tha, të flitet gjua ilirishte, tha, në Romë, tha, sepse gjithë administrata me perandorë të lirë që kishin bajtur dhe me ilirët, që kishin bajtur ushtarë që ndiqnin perandorët e tyre, si që kemi ne që ndjekim Bed me Vlani nga Mallakastra, kryeministër, tëra ta miqtë e vetë rreth e rrotull do t'i bëjnë nga Mallakastra, është traditë e shqiptarëve kjo, edhe atje në Romë, edhe në Stamboll e njëjta gjë, edhe në Greqi më përpara. Dhe është një kërkesë shumë e çuditshme, pse ky kërkovi të mos flitet gjua ilirishte. E para, e dyta, rasti dytë. Kam parë një film dokumentar me pëllumbat Ballin, që i kishte Elbasani. Dhe turqit të cilët na pushtuan njerë me Sultan Bajazitin të në fund të vitit të shekullit 14, në vitet 1300, pasaj në luftë me mongolët, dhe Timur Lengu i shkatrovi. Dhe fëmijët e këtyre në luftë civile me njeri tjetrin, Bajazitin e zuri mëkati se në fushë Kosovë vravi baban dhe vllain, dhe mori pushtetin, dhe kur pushton Sultan Mehmeti, Fatiu pushtuesi, në vitin 1452-53, Stambollin, i la 3 ditë të plaçkitnin ushtarët turq dhe pasaj ndaloi plaçkitin në Konstantinopol, tha s'kam më plaçkitje. Edhe bëri thirrje të kthehen të gjithë punonjësit e administratës, tha, që kanë mbajtur Konstantinopolin, tha, do vazhdojmë punën e tyre, vetëm përgjegjësat, komandantët e këtyre të lagjeve atje që ishin, do jenë turq, që të mësonin zanatin si qeverisësh e qyteti, se është i vështirë administrimi i qytetit, është kulturë. Dhe vinë në këta dhe i thonë, dakor të vim, kam dhe një kërkesë, që thotë, nuk dua të dëgjoj gjuhën shqip në administratë. E kam parë në dokumentar. Dhe unë vazhdimisht kam menduar, pse kjo urrejtje dhe kjo armiqësi ka që madhe ndaj gjuhës shqipe. Dhe po të shikosh, gjithmonë ka patur një komplot të madh midis shtëpisë sunduese osmane dhe fanarit grek, që ka qenë që në tokat shqiptare mund të hapen shkolla greke, mund të hapen shkolla turke, po jo gjuhë shqip. Dhe ky qa quhet ai prifti ortodoks, ja kanë shumë të shuar tha që bën ato parashikimet që e vranë këtu në Fjerë,
ai erdhi me mision nga Fanari vetëm të bënte thirrje ortodokse, jo fëmijët në gjuhën shqip, gjuha shqipe është e mallkuar, domethënë ka një komplot të madh kundër gjuhës shqipe për ta shfarosur dhe për ta zhdukur. Është mister i madh. Unë lidh me këtë, se është gjenerata e 4 që vjen dhe mund të jetë ndoshta nga gjuhët e vetme të botës që ka mbetur gjallë nga gjenerata e 4 që i ka ndodhur njerëzimit. Blavatsky, që është për mua është mendja më e madhe që ka prodhuar në historia e njerëzimit. Hitleri ja mande librat atje, këtë doktrina sekrete që e kam përkthyer unë me 6 vëllime, ja mbante pikturën në zyrë dhe kur ka ikur, se kam një libër unë Ujku Grishe kam botuar, 2 autor, jo konspiracionist britanik, që është bërë dhe një dokumentar me 7-8 seri BBC-a, mbi këtë libër, ka shkruar një libër Ujku Gri. Dhe tregon aratisin Adolf Hitlerit në Argjentinë. Dhe thot, kur ka ikur, në tubin e vuri kundra gaz që mos e dallonin ushtarët, kur doli nga tuneli në avionin atë bulevardin kryesor të Berlinit, ku ngrit avioni, iku në Danimark, nga Danimarka në një ishull të Spanjës, në Oqeanin Atlantik, dhe që atje pasaj me nëndet se kalojnë në Argjentinë, si pas tyre autorëve, që unë i besoj shumë. Dhe në tubin e kundragazit, hoqi pikturën e kësaj që e kish në dhomë të Blavatskit, e futin tubin e kundragazit, e vetmja gjë që mori. Kupton, e mori me vete. Pra Blavatsky është një gjigande e njerëzimit. Unë kur e lexoj librat e saj, ma një ajo është një libër kur e kanë shkruar 5.000 autor, jo një autor e vetme, një grua. Kupton, dhe çuditëm për atë kulturë të madhe. Dhe ajo tregon çka ka qenë raca 4, çka ka qenë raca 3, çka ka qenë raca 2, dhe dorojonianët vinë nga raca e 4. Dorojonianët janë pellaskët. Dhe pasaj albanët dhe dardanët janë nga raca 5, janë hitit dhe janë përzierë me raca tonë. Por ne i mundëm me kulturën e gjuhës. Ata, albanët, krijuan gegnishtën duke futur elementet e gjuhës së tyre. Kurse baza e gjuhës shqipe është gjuha joniane. Këta thonë është gegnishtja, unë them është joniania. Pse? Sepse Omeri ka qenë nga Smirna. Smirna është Izmiri sot. Dhe Smirna ishte e kolonizuar nga jonët dhe flisnin toskërisht, flisnin gjuhën joniane. Dhe Odiseja dhe kjo lufta e Trojës është shkruar në gjuhën joniane, nuk është shkruar në gegnisht. Gabimisht, këta thonë, ka lidhje me gegnishtën, ka lidhje me gjuhën joniane. Futja e 2 komponenteve me preardhje hitite, që janë albanët dhe dardanët, e gegnizuan gjuhën e vjetër të brezit të 4 shqip në pjesën veriore. Do më futën këtë dialektin geg që filloi të ndryshonte, sepse këta ishin dorët e veriut, dorët e jugut ishte pjesa greke dhe ishin të dorët jonë, do më thënë rrethtetit jonë, të gjithë nga Durrësi ose nga Berati deri në zonën e Peloponezit ishin jonët, dhe jonët kishin kolonizuar dhe Smin dhe Omeri ka shkruar në gjuhën e jonëve. Ky është mendimi im. Tash vetëm një gjë kam para se ta mbyllim. Nuk më pëlqevi që the e kam mbyllur. Unë dua të të shikoj dhe një herë të bësh këtë dialog në ferr dhe do mbetesh i padekshëm. Është një çike vështirë, do suflere këtë unë, po se ka shumë Ketë. Ai Viktor Zhusi tregoi që aktori kur ushtrohet është e rifreskon. Është ushtrim si sportist, sportisti del atje që bën ai futbollisti. Shiko, të ta them me pak fjalë çfarë tregon ky libri, që ta dëgjojnë edhe këta. S'ka intelektual në Shqipëri që se ka bler atë libër. Kam 15 vjet që e kam botuar. Jam lutur 5-6 vetave. Drejtor në për teatr, dhe marim nuk e kanë lexuar.
I fundit që e kam marrë është Bujara Siriu. Edhe shprevi interes, nuk e di, do me thënë me Bujarin. Bujari është aktor, nëse nuk bën dot më shumë. Po. Dhe Aktor shumë i mirë. po. Kjo është subjekti kështu. Këtë sistemin demokratik të sotëm e ka krijuar një autor francez që quhet Montesquieu. Ai e shpiku nga mendja. Sa do krijohen sa 4 pushtete, tha. Njëri do jetë legislativi, do pi ligjet, do jetë qeveria, njëri do jetë qeveria, që do administroj parat që do mblidhen nga taksat e tatimet, njëra do jetë gjykata që do ndajë davat mes njerëzve dhe qeverisë, dhe qeveria do jetë një subjekt si që çdo individ në për gjykata. Po shkelit drejtët dhe ligjet përballë njerëzve, kupton, ose institucion me institucion, do gjykohen atje, do jap vendim ajo sipas ligjit kush ka drejt. Dhe ka dhe një pushtet 4, sa që është media, e cila duhet jetë e pavarur. Sa Montesquieu, dhe dojet projektorët në përvrimat e zeza, tha, ku qeveria kërkon të fshejë vjedhjet e parave të popullit. Dhe ndërkohë tash më përpara, 150 vjet përpara, kishte qenë Machiavelli. Machiavelli shkroi Princin. Dhe aty ai i mëson princit si t'ia ngulin sfurkun njëri tjetrit, t'ia përdredhin mirë që mos shpëtoj, edhe gjithë libri është me këto gjëra. Një libër i përsosur që është një nga më të rëndësishmit që të dy janë. Libra që një burr s'duhet të vdes pa i lexuar, qoftë Princin, qoftë Fryma e ligjeve të Montesquieu. Dhe unë fuse 2 libra të tjerë, Republika e Platonit dhe Mein Kampf. Domethënë këto janë 4 libra që janë shumë të rëndësishëm për një burr. Dhe Mein Kampfin e kam botuar më me ditë në Shqip. Dhe tashi tes Montesquieu kështu e ka bërë subjektin. Mein Kampfin e ka lexuar shumë shqiptarët. Po. Dhe është jetia i, po e kanë lexuar. tes Montesquieu dhe shkon tash në Shëmpali aty dhe thot Shëmpali, kush je ti, thot Montesquieu, prit një çik, thot shikoj ku e ke emrin, ku do ishi, thot këte apo këte. Ndërkohë këte nga feri hapet një dritare, kështu e del një njeri si kështu kotelon edhe shikon, thot ti e Montesquieu, shikon kë. Unë më thot, po ti kush je? S'po mje, thot e fshin çik blozën, i thot e fshia. Mos je Machiavelli ti, thot, po, thot unë jam, thot. Ora, thot, më kanë thënë shumë që kanë ardhur këtu, thot, para te, thot, në ferë, thot, që ti ke bërë një sistem tjetër, thot, atje, thot, që e ke ndryshuar tër botën, thot, edhe se ka më pushtetin princi, e ka populli. Po, e thot, unë e kam bërë, thot, dhe e kam bërë në këtë mënyrë. Po ma tregojnë qik më burë, thot, si funksionon ky sistemi tanë, si arritet ja more princit ja dhe popullit pushtetin. Po ja, thot, ndërtojnë parti politike, bëjmë programe, tër këto që ndodhin. Dhe njëri mund të mësoj funksionimin e shtetit nga dialogu i këtyre si funksionon shteti sot. Se i tregon tër mekanizmat, marrëdhëniet. Edhe i thot ai, një moment i thot, po mirë më i thot, po kur bëhen këto votime, thot, kush i numëron këto votat, i thot. E i thot, ngrihet i komisioni, thot. Po kush e ngre komisionin, i thot. I thot, po ngren këto partit politike, thot, opozita dhe pozita, thot. Po numri është qift atje, thot, apo tek? E i thot, tek, i thot, se po tjetë qift s'meren veç, thot, ndahen barabar, thot. I thot, dëgjoj, thot, e pas ka dhe ky sistemi tënd një dobësi, po ta mora atë tekun, ta dhjeva sistemin. Edhe ky i thot, dëgjoj, thot, se e mundi Machiavelli, se në fakt, princi e ka, duke sigur e ka popullit. I thot, ti që ke mi poshtër se sa të dinja unë, se e mundi në dialog. I thot, ti e me, i thot, dëgjoj, thot, varet si më lexoni, thot mua, thot. Se unë, thot, kam qenë më shumë me popullin se sa e ti, thot. Si ke qenë ti me popullin? Ti e mësuar princit si të vrasi njëri tjetër. Po, thot, duhet ta lexosh ndryshe librin Princi, thot. Si, thot ai? Unë, thot, i tregoj popullit indirekt që kosa të poshtër janë këta që ju udhëheqin. Po ti, thot, nuk e ke kuptuar mirë Princin, i thot. Kupton? Pra është një subjekt fantastik, po me një nivel të papar. Me një do ta lexosh, besoj edhe do të manis çfarë libër madhështor është. Dhe kush do vëra atë 2 aktorë të mirë që do vënë atë pjesë në të mbeten më shumë se Arturo Villa të padekshëm në kulturën shqiptare. Unë jam i bindur, domethënë po të realizohet mirë me pak shpenzime me kështu. Do mbushen teatrot plot, domethënë kur të luhet ajo vepër. Mirë, me vlam, ishte kënaqësi shumë, të falenderoj për modestinë tënde.
dhe për dashamirësinë dhe për të qenit aktiv, dhe kështu të dëshiroj edhe për një 2-3 dekada të tjera, ti jesh aktiv kështu si që je tashi, se Keko akoma ti 60 vjetje dhe njeriu është aq sa duket dhe aq sa ndihet. Ka që dobët ishe në matematik, më Fredi. Jo, 80-ën e për 60. 80 i musha në shkurt, Fredi dashur. Të falenderoj. mos e trego se Jo, e kam treguar. asnjë nuk të bën ty për 80. Unë tregova për Natashën. Ti s'ke ndryshuar. Jo për vete. Unë këtu në 30 vjet. Dihet më 13. Edhe nga trupi Më 13 kishe Natashën 77 dhe më shkruajta 77 e Natashës. Vitet janë aty. jetë i gjatë të keni Vitet janë aty. të dy dhe Natashën e përshëndesim këtu. Fredi ishte edhe për kënaqësi. kontributin. Faleminderit shumë. Dhe uroj që ti jesh kështu burri i Zotit. Ti je burri i Zotit. Faleminderit. Përpiqemi në këtë moshën time, unë jam 63 vjeç, 62, 63 dhe fillova Ka ndryshuar ajo shpreha që thoshin 40 anni comincia la vita. 60 është sot. po. Sa po ke filluar? Dhe jo, e kam fjalën këtu që në këtë moshë është e vështirë që njerëzit fillojnë startup, që i thonë anglisht, domethënë të fillosh një biznes të ri. Kupton? Miro, unë si çmendur që jam, unë sel dorë derisa të vdes, çat më dal përpara, po më mbush truri. Jo, ishte i suksesshëm. Me ato që pa shumë ishte shumë i suksesshëm. E ke mbyllur brenda kësaj godine gjithçka. Të falenderoj. Të uroj shëndet me të gjitha. Inshallah mblidhemi edhe herë tjetër. Faleminderit. Rrosh. Gjithë të mirat. Mos harroni subscribe kanalit, nderuar shikues.